Është eveniment si sot, është dhe gëzim, po është edhe detyrim, edhe detyrë. Pse është detyrë? Është detyrë. E filloj tani. Vim nga Athina, jam sekretari Partisë Demokratike për Emigrantët e Athinës. E kemi arë një grup për një 15 vetash. Është detyre jona sot me këtë regjim që kemi dhe përballë këtij regjimi që të bëjmë lëvizjet tona. Besoj se sot njerëzit me vlerë do të marrin drejtimin e PD-s, sepse sot jo vetëm PD-ja, po edhe Shqipëria vun nga narkoshteti, nga vjedhjet, nga çmimet e larta, nga eksodi dhe nga largimi i qindra mijëra emigrantëve që largohen nga Shqipëria. Dhe do jetë detyrë e jona emergjente me kthimin e PD-s në shtet që njerëzit të vinë prapë dhe të plotësojnë vendet boshe që po ikën gjithë ditën. Neve jemi një shtet i vogël, një vend i vogël dhe nuk besoj se na lëvërdis që të vinë nga jashtë dhe të zënë vendet tona. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat si televizor, respektet më të mëdha. Faleminderit. Atëherë Reneda ishte një sekretar i Athinës i cili do të marrë pjesë në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe foli për rolin e diasporës dhe për emigracionin dhe keqeverisjen.